Në gjykatën themelore të Prishtinës, sot është pallur aktgjykimi në rastin e shpërthimit në lokalin Sekiraqa, ngjarje që kishte ndodhur më 24 shtator të vitit 2007 dhe ku kishin humbur jetën 2 persona. Cili është epilogu i këtij procesi? Mësojmë detaje nga gazetarja Qëndresa Tërshani. Qëndresa, linja për ty. Me vendimin e gjykatës themelore këtu në Prishtinë janë liruar zyrtarët policorë përfshirë edhe ata të njësisë RSO për ngjarjen e ndodhur pikërisht me 24 shtator të vitit 2007. Ata dyshoheshin që në bashkëpunim dhe në koordinim mes vete kanë hedhur në ajër, mund të themi kështu, dhe kanë vendosur eksploziv te restauranti, objekti dhe vendi që ishte në pronësitë e Enver Sekiraqës, dhe sipas akuzës së prokurorisë, ata e kishin bërë këtë me qëllim për të marrë hak për kolegun e tyre Triumf Riza, pasi që i njëjti ishte dyshuar në atë kohë, për çka është vërtetuar edhe me dënim tashmë, që kishte dhënë urdhër për vrasjen e zyrtarit policor Triumf Riza. Andaj këta në bashkëpunim, siç thoshte prokuroria, kanë vendosur që të marrin hak për të, dhe për këtë kanë vendosur eksploziv në lokalin Sekiraqa më 24 shtator të vitit 2007, për çka ai kishte shpërthyer dhe në atë kohë në lokal ishte ngjendur disa persona, 2 prej tyre kishin vdekur dhe 11 të tjerë ishin plagosur rënd. Megjithatë, dhe pas një gjykimi të gjatë që kishte filluar disa vite pas dhe ishin shpalosur shumë prova dhe në fakt ishin thënë shumë fjalë nëpër seanca gjyqësore, sot gjykata vendosi që ata të lirohen krejtësisht nga akuza për jashtim të 2 zyrtarëve policorë që tashmë janë dënuar në një proces tjetër që lidhet pak a shumë me këtë rast. Megjithatë, edhe në fjalët përfundimtare, prokurori kishte bërë me dije që për këtë rast nuk ka prova të drejtpërdrejta, vetëm rrethanore, duke përfshirë dëshmit e dëshmitarëve të cilët kishin qenë aty në lokalin Sekiraqa, të cilët edhe kishin shpjeguar në detaje se si kishte ndodhur rasti dhe shpërthimi më saktësisht atë natë. Derisa për shkak edhe të mungesës së provave të drejtpërdrejta, ata u liruan zyrtarët policor, disa prej avokatëve deklaruan për televizionin se tashmë nuk presin që as prokuroria të ankohet për këtë vendim, pasi që janë shterur të gjitha mundësitë dhe të gjitha provat janë thënë tashmë, dhe për shkak edhe të kohës së gjatë kur ka ndodhur ngjarja, pra qysh nga viti 2007, nuk ka më asnjë mundësi që të shkohet tutje me një proces mbase të ri ose me një ankesë të re të prokurorisë themelore këtu në Prishtinë. Andaj i pam edhe buzëqeshjet e të akuzuarve dhe gëzimin e tyre, kur përfundimisht sot me vendim të gjykatës ata u liruan nga akuza e cila u ngret një vit më pas, pra në vitin 2008, dhe kishte shkuar në fakt edhe nëpër institucionet që atë kohë ishin të drejtësisë në Kosovë, Mikun dhe Uleksin, të cilët po ashtu e kishin hetuar këtë rast. Kaq sa i përket këtij procesi që u zhvillua në gjykatën themelore këtu në Prishtinë. Se nuk keni ndonjë pyetje, unë e kthej linjën tek në studio. Po Qëndresa, sot në Pallatin e Drejtësisë mësohet se është zhvilluar edhe një seancë ndaj artistit Besart Kelmendi, njohur me Nofkën Gjesti. Cilat janë informacionet rreth këtij rasti? Nëse për rastin para prak është vënë vula tashmë për këtë të Besart Kelmendit, të njohur me emrin Gjesti, ka filluar, pasi sot është mbajtur vetëm seanca e parë dëgjimore për caktimin ose jo të masës së paraburgimit ndaj artistit. Megjithatë, seanca ka përfunduar pak më parë, por nuk është bërë me dije ende vendimi i gjykatës nëse i njëjti do të qëndrojë 30 ditë në paraburgim ose jo, siç ka kërkuar prokuroria për shkak edhe të 3 veprave penale për çka dyshohet ai. E para normalisht është për armbajtje pa leje, po ashtu për kanosje dhe për asgjësim të pronës, pasi që i njëjti dyshohet që ka shkuar te një kompani me të cilën kishin bashkëpunim dhe në kërcënimin e armës ka kanosur një person dhe ka dëmtuar disa pajisje në atë zyrë. Seanca është mbajtur normalisht me dyert të mbyllura, siç mbahen krejt seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit këtu në Prishtinë. Megjithatë, nuk është gjykata themi është kujdesur në atë mënyrë që Gjesti të mos shihet gjëkundi, pra as duke hyrë e as duke dalë nga gjykata, e as nëpër korridoret e gjykatës ku është mbajtur seanca dëgjimore. Janë parë vetëm menaxherët e tij, familjar, babai, por jo edhe Gjesti, pasi që siç kemi mësuar ai ka hyrë në seancë dhe ka dalur përmes rrugëve të tjera dytësore, jashtë syrit të kamerave dhe jashtë syrit të publikut, mund të themi, i cili ishte goxha shumë në numër, duke u kujdesur që të shoh momentin e prangosjes së tij
dhe të dëgjojmë base se çfarë po thuhet në seancën dëgjimore që u mbajt sot. Megjithatë, gjykata kujdes që artisti të mos shihet i prangosur, por vetëm pas pak do të kumtoj vendimin nëse ja ka caktuar të njëjtit masën e paraburgimit ose jo. Qëndrisa, të faleminderit për këtë paraqitje dhe detaje që na dhe për të dyja rastet. E pas përfundimit të votimit në Këshillin Prokurorial të Kosovës,